Kandidati për kryetar të komunës së Gostivarit nga koalicioni Vlen Nevzat Bejta gjatë një paraqitje televizive ka shpalosur disa nga prioritetet kryesore nëse në zgjedhjet e janarit do të jepet besimi nga qytetarët. Sipas Bejtës, fokusi i mandatit të tij do të jetë përmirësimi i infrastrukturës rrugore dhe rritja e nivelit të higjienës në qytet. Ai ka paralemruar mbushjen e gropave në rrugë, rregullimin e asfaltit sipas standardeve bashkëkohore si dhe hapjen e bulevardeve me 2 korsi. Një ndër projektet e rëndësishme sipas tij është ndërtimi i një ure të re me 2 korsi në Belumi Vardar, si dhe hapja e rrugës nga fshati Furin drejt Gostivarit, me qëllim të lehtësimit të komunikacionit të fshatit Çajl. Pastrimi i qytetit mbetet një nga angazhimet themelore ndaj të cilit do të qasemi shumë seriozisht, po ashtu mbushja e gropave dhe investimet e reja infrastrukturore janë prioritetet e mia si kryetari i komunës së Gostivarit. Gostivarit më shumë se kur i duhet, punë dhe jo vetëm premtime. Mandati im do të nisë me rregullimin e rrugëve sipas standardeve të duhura dhe me pastrimin gjeneral të qytetit, pasi aktualisht niveli i higjienës është shqetësues, shprehet Bejta. Ai thekson se çdo projekt do të përpilohet në përputhje me interesat dhe nevojat e qytetarëve, duke shtuar se nga 11 janari pritet angazhim i madh për të shndruar Gostivarin në një qytet shembullor.